Shqiptarët vijojnë të preferojnë automjetet me naftë ndryshe nga trendi europian, ku kjo teknologji është në rënje të vazhdueshme. Të dhënat e Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor tregojnë se gjatë tremujorit të parë të vitit 2026 janë regjistruar për herë të parë rreth 17.7 mijë autovetura, nga të cilat afro 59% rezultojnë me naftë. Edhe pse kjo shifër është në rënje krahasuar me vitin 2024, kur pesha e tyre ishte 66%, automjetet dizel mbeten dominues në tregun vendas. Në krahasim, sipas Eurostat, në Bashkimin Evropian vetëm rreth 15% e regjistrimeve të reja në vitin 2024 i përkisnin makinave me naftë, duke e bërë Shqipërinë ndër vendet me varësinë më të lartë ndaj kësaj teknologjie. Ndërkohë, makinat me benzinë përbëjnë vetëm 18% të regjistrimeve të reja në vend gjatë 3 muajve të parë të vitit, ndërsa një zhvillim pozitiv është rritja e automjeteve elektrike, të cilat kanë arritur në 13% të totalit në linjë me mesataren europiane. Rënja e përdorimit të makinave me naftë në Europë lidhet me disa faktorë kyç, mes tyre dhe pasojat e Dieselgate skandal, i cili goditi besimin e konsumatorëve. Pas këtij skandali, autoritetet europiane forcuan standardet e emëtimeve dhe shtuan kontrollet ndaj prodhuesve. Njëkohësisht, shumë qytete europiane kanë vendosur kufizime për automjetet dizel për shkak të ndodhjes së ajrit, ndërsa politikat e Bashkimit Evropian kanë nxitur kalimin drejt automjeteve elektrike dhe hibride përmes subvencionimeve dhe objektivave klimatike. Si pasojë, në Europë dominojnë makinat me benzinë dhe auto elektrike, ndërsa në Shqipëri, pavarësisht ndryshimeve të lehta, automjetet me naftë vijojnë të mbeten zgjidhja kryesore e konsumatorëve.